Hoxhë i nderuar, e fillojmë me tekbiret e Bajramit. Kur fillojnë tekbiret e Bajramit? Kur përfundojnë dhe çfarë kuptimi kanë tekbiret? Elhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Falënderimi takon Allahut, lavdërimi dhe paqja qofshin me njeriu më të mirë, të dërguarin ton Muhammedin, familjen e tij, shokët e tij, dhe mbi gjithë ata të cilët ecin në rrugën e tyre deri në ditën e gjykimit. Tekbiret që bëhen pas namazeve farze, fillojnë që ditën e nesërme, pas namazit të sabahut ditën e nesërme, që është dita e Arafatit. Dhe vazhdojmë të bëjmë tekbire deri në ditën e 3 të Shrikut, që është dita e 13 Dhulhixha, pra deri në namazin e ikindis të ditës së 13 të muajit Dhulhixha. Kështu bëhen plot 5 ditë. Dita e Arafatit, që kësaj radhe i bie dita e Ejta, dita e Kurban Bayramit, kjo është dita e dytë, që i bie dita e premte, dhe dita e parë të Shrikut, që është dita 11 Dhulhixha, që i bie dita e shtunë, dita e dytë Dhulhixha, është dita e 12 Dhulhixha, që është dita e dytë të Shrikut, që i bie kësaj radhe dita e diel, dhe dita e hanë, që është dita e 13 Dhulhixha. Kështu bëhen plot 5 ditë. Bëjmë tekbire pas namazeve farze, masi japim selam, bëjmë tekbiret i bëjmë me zë. Forma e tekbirit është kështu: Allahu Akbar, la ilaha illa Allahu, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, do të thonë Allahu është më i madhi, la ilaha illa Allah, s'ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut, s'ka zot tjetër përveç Allahut, askush dhe asgjë nuk e meriton të adhurohet përveç Allahut të lartësuar. Walillahil hamd, falënderimi i përket vetëm Allahut të lartësuar. Me këtë formë dhikri, formë tekbiri, ne e para madhrojmë Allahun. Allahu është më i madhi, ai është më i rëndësishmi. E tërë gjithësia është në komandën e tij. Ai është i denjë që ta madhrojmë, kështu që në këto ditë të mira ne shfaqim madhrimin e Allahut. Ne ngrejmë zërin duke madhruar më të madhin, duke madhruar krijuesin e gjithësisë. Ne gjithashtu deklarojmë se vetëm Allahu i lartësuar meriton adhurimin, se fjala la ilaha illallah do të thotë që vetëm Allahu meriton adhurimin. Adhurimet nuk i meriton askush tjetër përveç Allahut. Kështu namazin ne e falim vetëm për Allahun, ne i falemi vetëm Allahut, ne i lutemi vetëm Allahut, ne i presim kurbanet vetëm për Allahun e lartësuar. Prandaj muslimani kur pret kurbanin thot bismillah wallahu akbar, me emrin e Allahut, Allahu është më i madhi. Pra kafshët ne i therim për Allahun, dhe i themi me emrin e Allahut të lartësuar. Ndryshe nga idhujtarët, të cilët flijonin për të tjerë përveç Allahut të lartësuar, flijonin për idhujt, flijonin për të vdekurit, ndërsa ne flijojmë vetëm për krijuesin e gjithësisë, vetëm me emrin e Allahut të lartësuar. Pra gjitha adhurimet, gjitha rritet fetare ne ja kushtojmë Zotit të gjithësisë. Dhe ky është kuptimi i fjalës la ilaha illa Allah. S'ka të adhuruar të vërtetë përveç Allahut, askush dhe asgjë nuk i meriton adhurimet përveç Allahut të lartësuar. Lillahil hamd, shpreha lillahil hamd do të thotë falënderimi për mirësitë i përket vetëm Allahut të lartësuar. Allahu ne ka bërë gjitha të mirat. Ai ka krijuar për ne rrezet e diellin, ai ka krijuar për ne rrezet e shiut, pa të cilat nuk ka jetë, dhe pa rrezet e diellit s'ka jetë, s'ka gjelbrim. Ai ka krijuar për ne burimet e ushqimit dhe të pijes. Ai na ka krijuar në formë më të bukur, njeriu është krijesa më e bukur e Allahut të lartësuar. Na ka dhënë shnetin, na ka dhënë syt për të parë, aftësinë për të folur, aftësinë e dëgjimit, na ka dhënë gjymtyrët, na ka dhënë shnetin, na ka dhënë familjen, na ka dhënë fëmijët, na ka krijuar në çift,
Ne ka dhënë mundësinë që të plotësojmë dëshirat. Mirësia më e madhe që na ka bëu Allahu i lartësuar është dërgimi i profetit Muhammed, zbritja e Kuranit, me cilën ne njohim Zotin, njohim fenë e Allahut, njohim detyrat që kemi ndaj Zotit, njohim rrugën e Zotit, njohim përfundimin që do të kemi se ka llogari para Allahut, ka ditë gjykimi, do ringjallemi, do dalim para Allahut, ka xhenet, ka xhehenem. Dhe njerëzit do ndahen ditën e gjykimit, një pjesë për xhenet, një pjesë për zjarrin e xhehenemit. Pra, mirësia më e madhe që na ka bëu Allahu në Kur'an, zbritja e Kuranit, është dërgimi i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, është udhëzimi në rrugën e drejtë. Kështu që për gjitha mirësitë, kur vjen mirësia më e madhe, ne deklarojmë falënderimin për Allah. Walillahi alhamd. Vetëm Allahut i përket falënderimi për të gjitha mirësitë. Pra, forma e tekbirit që ne bëjmë në këto ditë të mira është një formë madhështore, madhrojmë Allahun, deklarojmë dhe shfaqim se adhurimi i përket vetëm Allahut, vetëm ai meriton askush tjetër, asgjë tjetër përveç tij, dhe ja dim Allahut për mirësitë, falenderojmë Allahun subhanahu wa taala për të gjitha mirësitë. Kështu pra bëjmë tekbir që nga dita e Arafatit deri në ditën 13 Dhulhixha, mbas çdo namazi farz, ditën e Arafatit fillojmë mbas namazit sabahut, mbas selamit, dhe vazhdojmë deri në ditën e 3 të Teshrikut, që është dita 13 Dhulhixha, deri në ikindinë e asaj dite. Këto janë tekbiret e kushtëzuara me namazin, pas namazeve farze. Por pëlqejet që të bëjmë tekbire edhe në kohë të tjera, në gjatë këtyre ditëve, të bëjmë tekbir në shtëpi, të bëjmë tekbir në makinë, në udhtim, duke ecur, duke qëndruar ulur, në kuvend me njerëzit, në treg, në dyqan. Pra, të bëjmë tekbire dhe në gjendje dhe raste të tjera dhe kohë të tjera, përveç tekbireve që bëhen pas namazeve farze. Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu, sikurse sillet në një transmetim, në ditët e Minas, janë ato ditët e Teshrikut, dita 11, 12 dhe 13 Dhulhixha, bënte tekbir sikurse sillet në një transmetim pas namazeve farze, bënte tekbir në shtratin e tij, në çadrën e tij, se ishte me çadrën në Mina, duke ecur dhe në kuvend, në kuvendin në mezhlis me njerëzit. Pra gjithë këto gjendje, në këtë ditë ai bënte tekbire, madhronte Allahun subhanahu wa taala, domethënë kuptohet, kjo është ajo forma e tekbirit që përmendet pak më parë, është transmetuar në mënyrë të saktë nga shokët e Profetit sallallahu alaihi wasallam. Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu në këtë ditë bënte tekbir në çadrën e tij në Mina. E dëgjonin njerëzit në xhami, edhe bënin tekbir me zë. E dëgjonin tekbiret njerëzit në treg dhe bënin tekbir hatta tartajja Mina tekbiran. Edhe Minaja kishte jehonën e tekbireve. Kështu që muslimani nuk duhet i vijë zor që të bëjë tekbir në këto ditë mira. Abdullah ibn Umar dhe Abu Huraira radhiyallahu anhuma shkonin në treg në 10 ditët e para të Dhulhixhës, edhe bënin tekbir me zë. Dhe njerëzit kur i dëgjonin bënin tekbir. Mirë, po tekbiret do t'i bëjmë me zë, por jo me kor, dhe jo me komand. Pasi nuk transmetohet që të parët e këtij ummeti kanë bërë tekbiret me kor, me një zë. Por secili bën tekbiret me vete me zë. Dhe nëse ngjon njëri duke bërë tekbir, bën atë tekbir, nuk ka gjë. Mund të bësh kështu. Edhe nëse tekbiret dalin një herësh, po jo me komand, jo qëllimisht, prap nuk prish punë. Por jo t'i bëjmë tekbiret qëllimisht me kor një herësh, pasi nuk është transmetuar diçka e tillë nga profeti sallallahu alaihi wasallam dhe shokët e tij.